Jemi kthyer në studio, jemi në një transmetim të drejt për drejt të Breaking, edhe në këtë pjesë të fundit të programit do të ndalemi tek shtëpia më e famshme shqiptarëve, Big Brother VIP 5. Kedi, përpara publicitetit, do ta kishe fjalën, sigurisht është një marrëdhënie shumë e kontestuar, shumë e diskutuar, një pjesë e mbështesin, të tjerë nuk e shohin me vend për mënyrën se si e prezantuan të dy, veçanërisht Miri se e trajton apo e mendon si vajzën e tij, një reagim shumë i ashpër sot i babait të Selin për Shqipëria Live. Ti vetë si e ke parë? Dhe si po i ndikon kjo në raport me audiencën, duke qenë se të dy janë në televotim? Shiko, dihet që në Big Brother një nga armët më të forta që përdorin njerëzit, konkurrentët, është të krijojnë një marrëdhënie dashurore. Në rastin konkret është krijuar marrëdhënie babe-bi, e çuditshme. Nuk e di, mbase kanë pjesë të lojës, mbase mendojnë aty brenda që kjo gjëja do t'i çojë jashtë po çmenden njerëzit, a nuk e di se ç'a. Po për mendimin tim është e egzageruar edhe është no sens. Dhe duke folur për shokun tim që kam aty brenda, mendoj që është në favor të Eugenit e gjithë kjo marrëdhënia e tyre këto ditët e fundit edhe. Pra shet të rrezikuar njërin prej. Po mendoj që njëri prej Miri ose Selina do jetë i rrezikuar nga gjithë kjo gjëja. Ne jemi shqiptar, kemi ato mentalitetet tona, kemi ato normat dhe moralet e popullit tonë që sa do të europianizojmë, prap do kthehemi te vetja. Arion, reagimi ishte shumë i ashpër i babait të Selin. Në forma po. Dhe a do të përcillet mendon në prajmin e radhës të shtunën, Selin do të vjet në dieni Miri për këtë reagim të babait të saj? Nëse e njoh sakt televizionin dhe këtu do jemi për ta vërtetuar apo jo, mendoj se diçka do transmetohet, padyshim, sepse është pjesë e rrugtimit çfarë ndodh jashtë, edhe tani më pjesë e bigut. Pra kur ndodh diçka jashtë, reflekton edhe brenda. Nëse më lejon të bëj një koment në lidhje me fjalët që ai përdori, unë mendoj që thelbi ishte i ndjerë, po mënyra si e tha ishte shumë e gabuar. Unë nuk mendoj se një zotri i takon të rreshtoj një listë familjarësh duke përfshirë këtu dhe të bijën e Mirit në përshëndetjet që ai donte të bënte, tjetër se kishin konotacion negativ. Mendoj se mund të kishte dalë edhe më zotri. Me sa kam kuptuar është zotri, sepse ajo letër e shkruar në atë formë e para që komunikoi me të bijën ishte shumë e saktë. Kjo lloj forme nuk mendoj se i jep pik apo e suporton ashtu siç do donte ai ta suportonte vajzën e vet. Kjo formë reagimi Armir mund të shihet edhe si një paralajmërim se familja mund të ketë kërkuar që Selin ta ndërpres këtu rrugtimin? Flasim si babë e bi. Unë jam babë, kam i vajzë. Në qoftë se unë do shikoja diçka të tillë, unë realisht do bëja një çdo gjë, po mbi çdo gjë që vajzën time ose ta nxirrja nga aty, ose të bëja një veprim tjetër që... Çfarë po bën ajo? Ajo? Atëherë... Po asgjë, ajo konkretisht ajo gabim nuk po bën asgjë. Kalojmë një fazë tjetër, dakor. Ja të bëj një pyetje shtesë. Është 23 vjeçë, është beqare. Arion, tangoja kërcej ndyshe. Po pra po është 23 vjeçë dhe është beqare. Kush është i martuar? Kush nuk i ka mbyll çështjet jashtë? Kush përdori fjalinë e famshme të kam si vajzën time? Asnjë moment ajo. Atëherë, mjafton nëse ka një raport siç thua ti, pra siç po diskutohet edhe pështrohen pikpyetje, fakti që është i martuar, është babai një fëmijë, që këtu vjet një stop. Kush është më i prirur të bie në dashuri apo të komandohet nga fakti që s'ka eksperiencë? Një vajzë 23 vjeçare që se njeh televizionin, është në mes të dritave, shef idhullin e saj se ndoshta ta ketë të tillë. Kjo është mënyra justifikuese që do ta shohësh ti. Por nëse ka një ndjenjë të tillë mes të dyve pa diskutim, ka gabim nga të dy. Unë mendoj që kjo shtunë do jetë goditja më e madhe që do vi për Mirin. Jo për Selin. Goditja më e madhe, sepse Selin në çdo lloj fakti, në çdo lloj drejtimi, ajo mund ta quajmë edhe në një formë të thjeshtë viktim edhe vetes vet dhe bën edhe pak me qëllim. Viktime e vetëdijshme ama. E vetëdijshme patjetër, se mohojmë dot. Por goditja më e madhe këtë shtunë do jetë për Mirin. Dhe është e formës supreme kjo, sepse nuk ka kuptim tjetër. Selin e ka kuptuar, e ka bërë 2-3 ditë në një formë të lehtë, por që vjen goditja dhe kjo është, goditja është favor të Eugenit. E qartë. Një gabim ka bërë Miri. Do ta shohim të vetëm një gabim, asgjë nga gjërat që ka ndodhur aty dhe që po e penalizojnë Mirin, nuk lidhen apo duhej të lidheshin me ato fjali që ai tha. E shoh si vajzën time. Këtu ishte gabimi. Ai në momentin që aty u bë kjo pyetje nuk do të përgjigjej. Gabim jetësor.
Ai do të përgjigje, e shoh si një vajzë shumë bukuroshe, ta shohi më vonë. Kaq, dhe të na sqaronte ne si publik, si ndan ai marrëdhëniet me gruan, si ndan ai marrëdhëniet me vajzën, do më kishte pëlqyer që ai të fliste pak për vajzën e vet. Nëse njohim atë vajzë, ai e prezantoi me publikun. Me siguri të shtunën do të jetë një prime i rëndësishëm edhe për sqarime të tilla të mirit Armir. Tani mua të them diçka, mua më ofroi një gocë aty i kishte emrin Armela dhe komenti që sa shkoi në shtëpi gocës time si kishte qenë. Qa dreqin do ajo me babit tim aty, e kupton? Dhe ishte reagim vajze jashtë me babën brënda. Që që do të kemi ca raporte sepse jemi shqiptarë. Gjithsesi, tërheqin po, se duat kaloj tek një tjetër çift aty brenda shtëpisë në tentativë. E kam përdorur Instagramin për të pyetur dhe publikun për të kuptuar si e shohin ata në krahasim me mua. Dhe më ka shkruar një zonjë, te 40 duhet të jetë dhe ka vajzën 12 vjeçë apo pak më shumë se 40. Dhe thot, më pyet vajza, o mami, a është normale që një djalë, një zotri në moshën e babit të sillet me ashtu me një vajzë të re, do me thënë se një zotri sillet ashtu me mua, si duhet të sillem? Mirë, vajza është 12-13 vjeç. Jo, vajza me të drejtë. Është minorene. Po shef një zotri. Mos i që paralele mes një 12 vjeçare dhe një 23-24 vjeçare. Paraleli, jo, më devjove, si ishte ky paraleli. Paraleli im ishte në vim të komentit edhe më parë. Si duhet ta shoj publiku, ky është publiku. Publiku thot, si duhet ta shoh unë një zotri të 47 vjeç që sillet kështu me një vajzë 23 vjeçare që i thot kam si vajzën time. Atëherë, vajza 23 vjeçare është madhore, kështu që mban përgjegjësitë, merr përgjegjësitë për gjitha sjelljet, qëndrimet, marrëdhëniet që krijon, qoftë brenda shtëpisë, qoftë jashtë shtëpisë. Si quhen ata kur hyn apo dalin që aty quhen influencer. Pra janë njerëz që influencojnë publikun. Dhe morali do t'jeti lartë. Atëherë, sigurisht, ne kemi diskutuar vazhdimisht, Big Brother VIP ka prodhuar edhe çifte që sot janë familje edhe me fëmijë, tërheq në audiencë, ka shumë kurreshti në momentin që krijohen lidhje. Padyshim që kanalet e Bikut janë me pagesë. Kjo po, është për një publik adult, 24 orë shi. Patjetër, po primin e shohin të gjithë dhe me të drejtë të Zotit, një familje thot, si t'ja shpjegoj unë vajzës time, këtë pyetje që po lind. Pra këtu ka gabuar Miri, se s'ka menduar për publikun e gjerë, ka menduar vetëm për publikun e vet. Do të ketë ndoshta edhe sqarime më tej. Dhe publiku vet po i del punë. Selina dhe Casey vinë në fakt nga një tjetër program, kanë qenë në marrëdhënie, kanë qenë në një raport mes tyre. Tashmë u pati një përpjekje apo duket janë pritshmëritë e atyre që i kanë mbështetës fansave të tyre se mund të rikthehen lidhjet. Si mendon ti Arion? Mendoj që janë shumë të zgjuar që të dy, e njohin televizionin falë formatit përputhen i cili përdit i rreth në ekran. Ka ndjenja mes tyre apo gjithçka do ta bëjnë në funksion të lojës. Qef mund të kenë të rinë me njëri tjetrin, mund të kenë edhe një lloj ndjenje, po janë dhe shumë inteligjent. Pra, po e shfrytëzojnë dhe po e përdorin më së miri dhe mirë bëjnë fundja se prandaj janë futur në Big Brother, edhe atë çka ka në zemrën e tyre, që mund të jetë një pëlqim, mund të jetë dashuri apo mund të jetë thjesht një flirt i konsumuar. Seno doli nga shtëpia, u kthye me një buqet me lule për Juelën. Aty brenda ke ndjerë se mund të krijohen në lidhje, Armir? Atëherë unë mendoj që Juela... Dhe mes kujt? Tani, mes Senës dhe Juelës nuk e mendoj, sepse Juela do marrë Big Brotherin, do ike për Itali, do shohë punët e veta. Mendoj unë logjikisht. Italia një orë larg është. Italia, po një orë në larg, po logjika ime nuk e shoh që të kthehet prapë për marrë te Seno, nuk e mendoj kështu. Sepse Seno është djalë i mrekullueshëm, djalë shumë i mirë. Po unë po t'isha Armiri, nuk doja sugjeroj Senos vazhdonte të njëjtën gjë. A kupton, Seno është burr, i ka të gjitha parametrat që mund të jetë dhe mund të shikojë diçka në jetën e vet, se ka goca. Po sa i përket banorëve të tjerë, ke parë shkëndija, premisa të krijimit të një lidhje. Ka pas një dëshirë midis Lores dhe Angelës më saktë dhe Lores, e kupton? Po Loreja ishte shprehur që është e lidhur jashtë, është e lidhur dhe prapë i afron njerëz më atë, që është fytyri, se unë kam thënë, është fytyrë ëngjëll, por në të vërtetë nuk e ka shfaqur se është demone. Në lojë, nuk po them për jashtë. E kupton? Fytyrë demoni me fytyrë ëngjëlli. Për në lojë. Angelo e kishte qef atë, dhe ka qef realisht, por ajo loz me faktin që 2-3 çuna e kanë qef. Nuk e ka qef ajo ato. Angelo e ka. Po, ajo ama nuk e ka qef. Ajo loz me faktin që njërë lozi me Malin, pastaj po loz me Angelon, ajo po i përdor të gjithë çunat për atë fytyrën e ëngjëllit që ka, por që nga mbrapa është ai demoni që them unë që po i bën gjitha lërat pa. Brikena dhe Mateo po tërhoqën vëmendje, veçanërisht Mateo për mënyrën se si u prezantua gjatë hyrjes, se më pas
gjithçka përfundoi në një darkë dhe disa mesazhe të shkëmbyer. Shumë të qartë që të dy, mua më pëlqen shumë Rikena, është nga të paktat Big Brother ku mua Mateo nuk ishte koherent. Jo, në cilën pjesë ishte i qartë, kur hyri apo të dy ishin të qartë. Për ta shpjeguar. Se të pëlqen Rikena? Cilës pyetje ti përgjigjem? Armierit. Se më pëlqen. Si e bukur apo si e zgjuar? Pra, ta them. Po thuaj. Ne, kjo lind për shkak të jo kapacitetit tim për gjykuar vajzat. Nuk di, nuk jam mësuar të shoh vajzat thjesht si të bukura, po bisha ka këtu. Dhe ajo është surprizuese. Nuk e prisnim që një vajzë e cila u fut në Big Brother se dinte të fliste dy gjuhë, siç ishte shqipja e Kosovës dhe shqipja e Shqipërisë. Unë kam filluar të mendoj se atë e ka bërë me zhvillim atë memen. Bëra një parantezë për të kuptuar shakan që doja të bëja. Një vajzë që thot një gjë të tillë, pritshmëritë ke zero, ndërkohë është elokuente, mendon mirë, mbrohet mirë, sulmon me edukat. Unë mendoj që marrëdhënia që kishte me Mateon? Jo me Mateon, me djalin që është në video në këtë moment, s'po më vjen emri. Djali me syze dielli. Stenaldo. Po, me Stenaldon, unë mendoj që ishte marrëdhënie e sinqertë. Të gjithë e paragjykuan, unë në ndjenjën time e ndjeva si të vërtet, të duash dhe të përkujdesesh për dikë, nuk do të thot me doja mos lojnë. E aty brenda ka edhe ndjenja. Unë mendoj që ajo përkujdesin që kishte për të, në atë pike kishte të sinqertë, se nuk fiton të gjë. Këtë perceptim ka një pjesë e madhe audiencës. Në 5 më të votuarit ishin 4 djeme dhe vetëm Brikena. Aty brenda ti si e ke parë, duket diçka ndryshe. Unë Brikenën them që kanë votu gjithë ato çunat që kanë qefshur fizikisht. E parë. Qëse doni me opinionin tim. Gjë e parë që vërtet ajo, patjetër, po më fund ajo e kompleton atë fjalia. Po ajo votat me dalë e preferuar, që ta kuptojmë, se ishte me logjik. Megjithatë në shumë raste, niset duhet i bësh mute, të mos i dëgjosh më teje. Ajo është shumë e zgjuar për të dalë mirë në publik. Atëherë nuk ka vetëm paraqitjen, ka formë dhe përmbajtje. Patjetër që është e zgjuar, por që është ajo realisht, unë nuk mendoj. Po një debat që ka humbur. Ajo gjithë debatet e saj, nëse nuk ka sulmuar për ta agravuar situatën, nëse si e ka mbajt në nivel. Cila është vajza më e fortë, apo lojtarja më e fortë? Unë për Brikenën mendoj. Po, për këtë vajzën. Edhe unë e kam paragjykuar në fillim, e pash edhe Eugeni ishte pa futur akoma, i dërgova dhe mesazh, vllazhko i thash, kjo është e bukur, po besoj se do qëndroj shumë. Po, rrugot e zgjuar, mënyra se si e jep opinionin e vetë, është pak populiste në ato që thotë, e shikoj që i ka të vlera, i tërheq njerëzit vetë vetës. Po dhe ka inteligencë. Po është inteligencë, është shumë inteligencë, si vajzë dhe... Inteligencë është, të larisht të lexosh në Big Brother situata dhe mos të reagosh shpirtërisht siç do njeriu në njerë të reagojë, se ndonjëherë të vinë majt unës dhe do të thuash atë fjalë që thuhet, ajo di mirë ku është dhe kjo tregon inteligencë. Të dish ku je, të dish si duhet të sillesh, të dish që të respektosh rregullat, fjalorin, kolegët, njerëzit që ke në krah, publikun, po kjo zgjuarsi është. Duke do të shkoj gjatë. Shumë kënaqësi tu kisha në studio. Faleminderit për ftesën. Faleminderit. Mirë, ne kemi mbritur në fund të programit për ditën e sotme, por përpara se të ndahemi, në fakt do të përcjell, kemi diskutuar që në orën 17 kur nisëm edhe këtë program live për situatën e vështirë që kanë krijuar rreshtet e dendura, mos menaxhimi siç duhet, edhe nga pushteti vendor, përmbytje masive në Durrës e disa qytete të tjera sikundër, edhe vështirësi në qarkullim për shkak të dëborës në veri kryesisht. Në orët e pasdites është përfshirë nga flakët, tregu i rrobave të përdorura në zonën e 5 Majt në Tiranë, po i ndihni pamjet në këto momente, zjarri është në përmasa të mëdha dhe ka shkaktuar dëme të shumta materiale, teksa fatmirësisht nuk ka pasur të lënduar, deri tani nuk raportohen situata të tilla. Në vendngjarje kanë mbritur 6 mjete zjarr fikse dhe 30 efektiv, të cilët po punojnë për të vënë flakët nën kontroll. Deri në këto momente, shkaqet e rënjes së zjarrit janë të paqarta. Mirë, ju falenderoj të gjithëve që na ndoqët, do të shihemi nesër në të njëjtën orë. Natën e mirë.